Kjo është zhurma e Morrës. Për që ta do me thonë që çfarë kolone po shkaktohet atje. Do me thonë ju muni me kry mrena ditës ato. Po duhet mu bloku rrugat. Përshëndetje Borim, nëse të del ko me ropak me këtë rrugën e aeroportit, një kalim hekurodhor po krijon kolon deri te hyrja e aeroportit. Gjendje të mërshme, anonim të lutem. Në ardhëm të veni veçnije zhurmën do me thonë. A edhin prej që e mojnë men, që kjo hekurodh, që kjo segment do me thonë, i dëmtumi asfaltit është në qëtë gjendje. Këto po e shenin çfarë kolone krijon, na bënëm një 20 minuta me orë deri çto. Deri te hyrja rrethi kyçja për aeroport është kjo gjendje, një zhurmën do me thonë. Qëre tashti prej momentit që e kalojnë këtë hekurodh, qëre tutje. Veturat vazhdojnë me ecë, do me thonë, në gjendje të rregullt nuk shkaktohet kolon. Tutje qëre. Kjo është zhurma e Morrës. Përgjithësi e kujna do që është, a Ministrisë e Komunës e Ministrisë me shumë gjas, për që ta do më thonë që çfarë kolone po shkaktohet atje. Qëre kënej, në momentin që po kalojnë këtë pengesë, po vazhdohet letë tutje. E të mërshme do më thonë. Para se me vazhdu, mos harroni që kjo story është mundcu prej postës Izi, posta ma kredibile në Kosovë. Deltës Delta Grup rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, e po ashtu edhe Babun Kosova. Aplikacioni e downloadoni në App Store, në keni këtë restorantet aty, kuku. Nina. Tash po provojna me kontaktu me zotin Sabit Thaçi, i cili është drejtori i infrastrukturës në Infrakos. Të këshyrëm çka ka me na thonë. Alo, përshëndetje zoti Thaçi. Përshëndetje. Atëherë paka shumë e po ta mundësin me ta shpjegu jashtë kamerave ma herët për problematikën ka të bëj me do me dhona destabilizimin e aty në shinave të trenit të rruga aeroportit. Cili është plani ju për me intervenu me sanu qatë problem aty? Kërkes ka bu aeroport i Prishtinës. Okej. Ne i kem dalë ndihmë edhe Ministrisë, i kem dalë ndihmë. Në çfarë mënyre i keni dalë Me ndihmë? sanu, ne ju kem thonë muj, por që duhet rrugat mu bloku, se duhet me hek asfaltin që është në vend kalim atu. Okej. Me ndru traversat, me i përforcu shinin. Okej. A merr shumë kohë ajo puna? Ajo minimalisht është një ditë gjithë ditën. Do me thonë ju muni me kry mrena ditës ato. Po duhet mu bloku rruga, se Po. nuk mujna me punu. E qartë. Do me thonë brenda mujit po dhu që kryhet ajo, apo? Është tash i ka metën të aeroporti kur e jep dritën e Gjelbert. Po, këtë muj sigurisht jë në gusht për shkak se është luksi i madh. Okej, do me thonë... Për shkak se ma mirë është që tash qashtu, se vjen veç pak me zvoglu shpejtësi, se s'para qëtë kur farë rreziku, as për veturat, as për... Ishte ky Sabit Thaçi, i cili drejtori i infrastrukturës në Infrakos, i cili na thotë se me kërkesë të aeroportit, fillimisht aeroporti thotë se ka kërku me intervenu aty, mirë po me kërkesë ekstra atyne kanë vendosur derisa tulet fluksi i qarkullimit në aeroport me intervenu aty, normalisht masi të kalon kjo periudha e fluksit edhe të udhëtimeve të mërgjimtareve, do me thonë përgjatë gushtit, në fund gushtit, në fillim shtatorit, na thotë që kanë me intervenu për shkak që mos me bloku, edhe pse pat punë veç një ditë, sigurisht na brenda mujit na kena me shku prapë dhe kena me mojt për zotin Thaçi, për ndryshe unë jem Borim Pacolli, mos harroni me që ta më gjeni në këtë platforma.